Po, ky klaster në kuadër të kapitullit 23 që ka të bëjë me gjyqësorin, respektivisht sistemin e jurisprudencës dhe drejtat fundamentale, ka të bëjë edhe me vlerat themelore të drejtat e njerëzit. Dhe në këtë kuptim institucioni i avokatit popullit, Komisioni për parandalimin e diskriminimit, Komisioni për pengimin e korrupsionit e tjerë janë institucione të cilat janë drejt për drejt të thirrura për ndërtimin e vlerave demokratike dhe pengimin e fenomeneve devijante në shoqëri. Dhe në këtë kuptim ne kishim 3 takime me përfaqësues të Komisionit Evropian në kuadër të procesit të screeningut, për çka biseduam së pari për infrastrukturën ligjore që mbulon këtë lami, dhe sidomos institucioni i avokatit të popullit, i cili paraqet institucionin themelor nacional për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit. Pastaj për organizimin e institucionit, shtrirjen e tij dhe mënyrën e funksionimit, kapacitetet kadrovike, dhe pjesa që mendoj se është më fundamentale është zbatimi i rekomandimeve që institucioni i avokatit të popullit i jep në rastet kur konstaton shkeljen e lirive dhe drejtave të njerëzit nga organet e administratës publike dhe institucione tjera që ushtrojnë funksione publike. Sigurisht që në biseda kemi theksuar edhe dobësitë tona, të cilat na përcjellin, siç janë mungesa e kapaciteteve kadrovike, përvojat profesionale, të cilat duhet të ngriten në një nivel më të lartë, dhe për çka Komisioni Evropian ka ndarë në kuadër të IPA programeve një ekspertizë e cila zhvillohet në kuadër të institucionit dhe shpresoj që do të jetë në interes të ngritjes së këtyre kapaciteteve dhe vlerave të institucionit të avokatit të popullit, dhe pengesave praktike të cilat janë si pasojë e mosveprimit të institucioneve tjera, mungesa e 5 zëvendësve të avokatit të popullit, të cilat gati 2 vite nuk zgjidhen, parlamenti nuk po gjen konsenzus për ta vënë rendite pikën, mos ekipimin e një timi që ka të bëjë me mbikëqyrjen e punës së policisë dhe sidomos persona me autorizime të posaçme dhe policinë e burgjeve dhe probleme tjera. Shpresoj që Komisioni Evropian në raportin e vet pas përfundimit të këtij procesi të screeningut do t'i ketë evidentuar saktësisht dhe do t'i adresoj në vendin e dur.